Së shumë janë rëmby puthjen. Nuk është gjë e vështirë, qosh dhe janë rëmben puthjen, po ti e din shumë mirë sa është hap ky diskutim, edhe ti e din shumë mirë çfarë kam thënë ty për këtë diskutim. Edhe nëse ti ma respekton fjalën, e din shumë mirë, ti vetë duhet me thonë, ti kur të njihesh e sigurt, nëse ti më thuj jam 100% e sigurt, unë du që ti të njihesh e sigurt, me të bëj ty mu një e sigurt. Jo gjeste 13 vjeçare, jo po vi po ta vidhi, ose po ta vidhi. Unë përdesa po ta jap atë afirmitetin edhe po afrohem çështot, unë po të besoj ty. Mos e bën një diçka që unë nuk jam e sigurt 100% me e bë. Ndjenja kam, nuk jam prej gurë. Në rregull, po ti respekto ma fjalën. Po t'ishte për ta rëmbyer ashtu siç thotë ti tek kisha rëmbyer që ke Lovreni, që të kam pas me symyll, të kam pas ulë dhe mund ta rëndeja puthjen nga momenti më Lovreni se ma ke premtuar te Lovreni që nuk e pikërisht pra. Kur e kisha mundësinë me ta rëmbyer shumë lehtë, ndërsa këtu ta kam bërë sy për sy. Mateo. Kur ma afrosh një herë, 2 herë, 10 herë, unë për gjaku jam. Sem në rregull, nëse ti e din që nuk mundesh me nal veten, mos u afro fare ashtu deri në atë pikë. Hiç mos u afro, nëse ti e din që s'mundesh me nal veten. Ti e di shumë mirë që ose nal dot vet. Mateo, ti e din shumë mirë që ti fjalën duhesh më ma respektu. Ta kam stërthan, po atë unë ta kam thënë. Ti fjalën duhesh më ma respektu. Ti e di shumë